Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zjati për rreth 5 orë, dita e 11 e protestës në Tiranë. Edi Rama jep dorëheqjen bashkohuni me ne. Opozita jemi ne, Shqipëria e re, revolucion, Rama në burg, Berisha në burg, ishin thirrjet e protestuesve. Edhe këtë herë protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë. Mediat ndërkombëtare vijojnë të raportojnë dhe transmetojnë drejt për drejt protestën. Agjencia e njore lajmeve Reuters shkruan se mijëra qytetar dolën në rrugët e kryeqytetit në atë që konsiderohet si protesta më e madhe deri tani shmenisur fillimisht kundër një projekti specifik, por që tashmë është ndruar në një protestë më të gjerë kundër qeverisë. Partia Socialiste vijon me tubimet e saj në përrethe. Për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Rogozhin, drejtuesi politik i qarkut të Tiranës Taulant Balla vlerësoi mbështetjen që kjo zonë ka dhënë ndër vite socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këto 35 vjetor, Partia Socialiste e Shqipërisë gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot dhe se javët, muajt dhe 2 vitet në vijim do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces. Me fjalën e tij Balla vuri në duke gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalin sulmet mbi Iranin. Ushtria amerikane përfundoi sulmet e reja ndaj disa objektivave në Iran disa orë pasi njoftoi fillimin e tyre me urdhër të presidentit Donald Trump. Asetet e korpusit të marinës, forcave ajrore dhe marinës amerikane qelluan ndaj objektivave iranian që përbënin një kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare ndërkombëtare që kalonin nëpër ujërat rajonale, tha komanda në platformën e rrjeteve sociale. Sulmet janë një përgjigje e agresionit të pajustifikuar dhe të vazhdueshëm të Iranit. Në përgjigje Teherani tha se kishte mbyllur plotësisht ngushticën e Hormuzit për anijet, megjithse CENTCOM e mohoi këtë. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e dronëve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin e Zi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë. Sport. Fillon kampionati botror i futbollit, Kupa e Botës 2026. Finalja e madhe do të luhet më 19 korrik, ndërsa ndeshja hapëse zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botrori organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet prit se do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analistë konsiderojnë Spanjën se një ndër favoritët kryesor për trofeun. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.